Ja teksa po vjen këlyshje. Një imitim i mundshëm i një luaneshe. Por do të duhet ende pak kohë para se të jetë në gjendje ta bëj këtë. Me më shumë se 1 milion bisha të egra dhe zebra të përfshirë në shtektim, gjithmonë ka kafshë që lëvizin poshtë drejt lumit. Dhe sado të lehta të jenë kalimet, gjithmonë ka viktima. Është një fushë e madhe ku ka kafshë të ndryshme, shkaba si për ujit, ke maribu, më saktë ke të gjithë shoqëruesit e shtektimit. Nuk është vetëm se ka shumë kufoma me të cilat mund të ushqejnë shkaba dhe maribut. Kjo për shkak se ato janë shumë të lehta për të gjetur si ushqim për ta. Janë të kalbura, po mbajnë aromë të keqe, janë të fryera dhe janë si mos më keq. Për shkabat është më e lehtë që të depërtojnë tek ta specie. Dhe maribut mund të futen në ato tepra si gëshër dhe të kupusin organet dhe copzat e mishit. Për ta është një punë e lehtë. Shumë shkaba, dhe po flasin për rreth 40.000 lloje shkabash ku han 12 milion kilogram mish çdo vit. Imagjinojeni se si do të dukej një vend pa ta. Ajo mund të jetë një super mace e mirë, por ajo duhet të përballet me shumë ngacmime. Shpendët e Guinness janë të njohur për zhurmën e tyre. Ndonjëherë i përdorin për të ruajtur shtëpit. Me shenjen më të vogël të delashit, ata njoftonin çdo fqinjë të tyre përreth. Nuk është shumë argëtuese nëse përpiqesh të afrohesh fshehur azi për vaktin e tyre të radhës, jo se përbën problem të madh për këtë mace. Mund të mos jetë një vakt i madh, por ka kaluar vetëm një ditë kur ajo ka ngrënë pa mas. Duke marrur parasysh që efikasiteti i amberit është gjuetia e saj, ajo po ha shumë për momentin, sa më të vërtet nuk po e kuptoj mirë. Por kur e kemi para të dobët, e kemi kuptuar që ajo nuk po ushqet dhe aq mirë sa duhet. Ajo ka prap një bark të fryrë dhe kjo nuk kupton që është atzën. Është një lajm i jashtëzakonshëm sepse kjo do thotë gjithashtu se ajo ndoshta do të lindë pak para se ne të largohemi. Pra, gishtat kryqëzohen. Duke u kthyer në kënet, luanët adoleshent janë duke u përpjekur të përdorin truket e tyre të vjetra. Njëri nga çunat është nisur për punën e mëngjesit. Në fakt janë goxha personazhe karizmatike këta luan adoleshent. Duket sikur kanë parë hienat. Ja dhe pak, një hien pranë kënetës. Dhe nuk është ndonjë përfitim i madh për një luan të ketë një pjesë mishi hiene, por ai mendon se është argëtuese. Rituali për sot i mëngjesit të një luani që nga për të kapur një hien. Pastaj hienat mblidhen bashkë dhe e shtyn luanin pas, ku më pas të gjithë veniten duke u fshehur nën hije. Gjërat janë pak më ndryshe sot. Ka një farë tensioni dhe një ndjenjë qëllimi në këtë përballje. Gjithnjë e më shumë luanët e rinj mblidhen së bashku për të friksuar hienat dhe papritmas gjithçka merret për seriozisht. Por hienat nuk janë të lehta për të përballur. Në fakt, kur banda bashkohet mund ta mposhtin lehtë kundërshtarin e tyre, veçanërisht të vrasin një luan. Me sa duket këtë mëngjes luanët tanë mund të kenë kafshuar më shumë se sa mund të përtypin. Përforcimet po vinë nga të dyja racat.
Me erën e zbehur nga velat e tyre, të dyja bandat vendosen në një shfaqje shkallësh dhe sulmesh të simuluar me shumë poza gatishmërie si një kërcënim për ta. Ekziston gjithashtu një betejë aroma që po zhvillohet me hiena dhe luanëve që lënë gjurmë me bishtat lart dhe këmbët që fërkojnë tokën. Lartësia gjithmonë duket kaq e shkujdesur kur i afrohet, sidomos ndaj një situate si kjo. Megjithatë, ata mund të kalojnë një interes të tillë duke nuhatur tokën, më pas agresiviteti i vërtet do të nisë vetëm një çast. Kafshë mbreslënëse. Në fund të fundit pati një ngërç. Por nëse këta luan të rinj nuk janë të kujdesshëm, do të bezdisin turmën e gabuar dhe do të paguajnë një çmim shumë të lartë. Ati po jepet mundësia e vërtet të endet nga këta mace. Shadow është shumë i lodhur me ta. Është një zhurmë e veçantë kur i ke të gjithë kafshët para syve. Dhe ti e di që janë grabitçar të vërtet me këmbë në tokë. A i di vetëm distancën, por a mund ta anashkaloj atë leopard pa u ngrënë? Ajo që po bën çakalli është që ta shtyj atë përpara. Duke e bërë këtë, duke e ndjekur atë, duke e përdorur veten në këtë mënyrë, po sigurohet që leopardi të mos i hidhet në zonën e çakallit. Mbas ai ka klysh, thjesht po mundohet të dalë jashtë leopardit. Leopardët janë vrasit e mëdhenj të qenve, por në këtë rast çakajt e dinë saktësisht se çfarë po bëjnë. Ja ku po vjen tani çasti. Shikoni pak. E gjitha çfarë ai do të bëjë tani është të largohet nga kjo zonë dhe të shkojë në një zonë ku është një vend më i qetë për ta. Kjo i shkon më së miri çakallit. Asnjë leopard të paktën. Për fat të keq këtë zonë kaq të madhe nuk ja doli dot, kështu që duhet të gjejë vend tjetër për gjueti. Dyshimi im ishte i drejtë, çakallët e kanë një strofull. Prindrit duken se kanë shumë punë për t'i mbajtur larg këta klysha. Ata janë padyshim të uritur. Në fakt, çakajt kanë tendencë që t'i lindin të vegjëlit e tyre në këtë kohë të vitit vetëm pak para shirave. Në këtë mënyrë gjithmonë ka ushqim, si gazelat, mint, insektet. Dhe një grumbull termitesh është vendi i përsosur për t'u fshehur, kështu i mbajnë këlyshët më të sigurt. Por do të bënin mirë të largoheshin jashtë hijes. Gepardi mashkull ndan të njëjtin vend me Amberin, ku ka qenë i zënë kohët e fundit, dhe jo duke gjetur vetëm një vakt, meshkujt si rregull shtrihen në zona shumë më të mëdha se sa femrat dhe mund të bëjnë praninë e tyre me shumë mesazhe aromatike. Kimbia, siç e quajmë tani, do të thotë vrapues, është një djalë i madh, por shumë më i madh se Amber në përputhje me rrethanat që ai mund të jetë pak më shumë ambicioz kur bëhet fjala për gjueti. Ndërkohë që ajo nuk ka gjasa të shohë diçka më të madhe se impala, por ai emocionohet shumë kur sheh një bishtë egër ose zebër. Dhe meqense ai është më i madh, ai mund të përdorë teknika të ndryshme gjuetie, të cilat mund të kenë shumë finesë, por shfrytëzon fuqinë dhe shpejtësinë e tij në këtë mënyrë.
Njëri humbi, bëhu gati për tjetrën. Problemi me arritjen e gjërave të mëdha është se dhe preja ka shpejtësi dhe fuqi gjithashtu. I lodhur, ka shumë vap, ai vendos të freskohet në njëra nga pemët e pakta në këtë pjesë të rrafshit. Me hijen që është një gjë e rrallë këtu, nuk e di kurrë se kush do të bashkohet. Pas një mëngjesi me përpjekje të jashtëzakonshme, vaktin e darkës ja shërben vetes në pjatë. Duke u kthyer sërish në kresh, një nga macet tona është në telashe serioze. Ajo është mamaja dhe mezi mund të shikohet nga këtu. Megjithatë ajo ka pësuar një raje në këtë gjueti. Dhe ja kisha frikën kësaj. Ai ishte shumë afër skajit territorial të krenarisë së saj, saqë me sa duket është kapur nga luan të një krenarie tjetër. Dhe ata sapo e kanë rrëzuar plotësisht. Vetëm shiko mënyrën si lëviz ajo, pra dua të them që ajo është goxha e ngurtë. Besoj se zemra e saj po rrjedh gjak. Ajo ka marrur shumë dëmtime në pjesën mbrapa. Është e vështirë ta shikosh kështu, është thjesht e parehatshme. Ajo po përpiqet të qëndrojë diku, por siç mund ta shohësh, ajo thjesht po gjen pozicionin e duhur për të ushtrirë. Është me të vërtetë kaq e dhimbshme. Kjo po është interesante, sepse kemi një nga meshkujt që janë krenar për veten. Kjo është shumë mirë për nënën, sepse ky është pikërisht lloji mbrojtjes që asaj i duhet. Duket sikur pothuajse ai po e kontrollon dhe vështron. A mos vallë po i kujtohet, sepse po e nuhat për rreth saj. Asnjë shenjë që ai mund ta sulmonte. Kur diçka nuk ju shkon mirë, do të thotë se nuk keni vepruar siç duhet. Kështu ai po e shikon nëse është njëri prej tyre apo jo. Gjithmonë shqetësimi i tyre qëndron këtu. Të paktën ajo ka një antar nga ana e saj. Vetëm duke parë atë, mund ta kuptoni se ç'është gjendje është ajo. Çfarë mund t'i ke ndodhur asaj vallë? A do të shërohet ajo dhe gjithashtu a do të jetë në gjendje të gjejë këlyshin e saj të vogël? Kështu ajo do të mund të kujdeset për të. Suksesi i Amberit në gjueti ishte i lartë, por a mund të vazhdojë më tej? Aventura e saj është e vështirë. Na ndiqni për më shumë dokumentare. Gjithashtu ju falenderojmë që na keni ndjekur deri në fund.